ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Autori i librit Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi, Allahu mëshiroft, thot bab ijra'u ahkam an-nas ala adh-dhahir wa sarairuhum ila Allah Ta'ala. Njerëzit duhet t'i trajtojmë sipas asaj që shfaqin. Do zbatohen për njerëzit dispozitat ligjore në varësi të asaj që shfaqin. Ndërsa të fshehtën e gjykon Allahu subhanahu wa ta'ala. Çfarë kanë njerëzit në zemër, i përket Allahut të lartësuar ta gjykoj në ditën e gjykimit. Në këtë temë, autori ka sjell fjalën e Allahu subhanahu wa ta'ala: "Fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu z-zakata fa khallu sabilahum." Në qoftë se ata bëjnë tauba, bëjnë kthes, heqin dorë nga kufri, bëhen musliman dhe u përmbahen dispozitave të Islamit, si namazi dhe zakati, atëherë lërini të lirë. Lërini të lirë. Pasi ata janë bërë musliman dhe nuk lejohet që të preket jeta dhe pasuria e tyre. Në këtë ajet, Allahu subhanahu wa ta'ala pra ka bërë qartë se muslimanit nuk i preket jeta dhe pasuria. Nëse një kafir pranon Islamin, atij nuk i preket jeta dhe pasuria. Mirpo, kjo nuk do thotë se kafirat me cilët muslimanët janë në paqe mund të preket jeta dhe pasuria. Jo, s'është ky kuptimi. Pasi edhe me jo muslimanët lidhin marrëveshje, paqe, mund të jetojnë në paqe dhe në kushtet kur ka marrëveshje mes muslimanëve dhe jo muslimanëve, nuk lejohet që të preket jeta dhe pasuria e jo muslimanit. Madje edhe prekja e jetës dhe pasurisë jo muslimanit konsiderohet krim, konsiderohet mëkat i madh. Dhe sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam, privohet nga hyrja në xhenet. Nuk e ndjen erën e xhenetit ai që derdh gjakun e jo muslimani, me cilin muslimanët pra kanë marrëveshje, paqe, jetojnë në paqe me ta. E thash këtë sepse ka njerëz që i keq kuptojnë ajetet dhe hadithet që flasin për çështjet e paqes dhe të luftës në fenë islame. I nxjerrin ato nga konteksti.
i shpjegojnë në një mënyrë të gabuar. Kështu që në mënyrë që njeriu mos i shkojë një përfiturim i gabuar në mendje, e përmend këtë pjesë edhe pse dihet që ne muslimanët kemi prodhuar paqe, u kemi dhënë siguri ndër sheku jo muslimanëve, dhe ne vazhdojmë të jetojmë në paqe me jo muslimanët, jemi të interesuar që të arrijmë paqen me ta, por në kushte lufte, në kushtet kur muslimanët janë marrëdhënie lufte me një ushtri, në rast se njëri prej kësaj ushtrie thotë u bëra musliman, thotë la ilaha illallah muhammedur rasulullah, duhet me elan, mos me prek. Kjo rregull i fesë, do të sqarojmë hadithet që vijnë më pas inshallah taala. E nëse ai vazhdon me palën armike, duke luftuar musliman, duke vrarë muslimanë, atëherë muslimanët përderisa janë në fushë betejë me ta, dhe si lufta është e lishme, se po bëhet luftë, e bën shteti islam, jo organizatat e këqija, por shteti islam lufton për ngritjen e fjalës së Allahut, dhe ngritja e fjalës së Allahut përfshin vetvete dhe vendosjen e drejtësisë, dhe eliminimin e padrejtësisë dhe shtypjes dhe tiranisë, që njerëzit të jetojnë sipas kushteve të drejtësisë, të mos u bëhet padrejtësi. Se këto janë synimet e xhihadit në fenë islame, këto janë disa nga synimet e xhihadit në fenë islame. Atëherë pra nëse jo muslimanët, me cilët muslimanët janë në kushte lufte, jo ata me cilët muslimanët janë paqe, po me ata me cilët muslimanët janë marrëdhënie lufte armiqësore, nëse pranojnë islamin, bëjnë kthesë dhe i përmbahen namazit dhe zakatit, duhet me lënë, mos ma prek jetën dhe pasurinë, edhe pse muslimanët kanë qenë marrëdhënie lufte me ta. Përderisa ata pranojnë islamin, duhet me heq dorë, mos me i prek, sepse pranimi i islamit do thotë që ai ka shënjtëri. Jeta e tij, pasuria e tij bëhet e paprekshme. Autori i këtë temë ka sjell hadithin që transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, i cili rrëfen se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى." متفق عليه. Abdullah ibn Umar tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Jam urdhëruar që të luftoj njerëzit." Kuptohet njerëzit me cilët muslimanët janë marrëdhënie lufte. Jo ata me cilët janë marrëdhënie paqësore, po do ta shpjegoj edhe më pas këta. Jam urdhëruar që të luftoj njerëzit derisa të thonë la ilaha illallah muhammedur rasulullah, të deklarojnë fjalën la ilaha illallah muhammedur rasulullah, të falin namazin dhe të japin zakat. Nëse e bëjnë këta, atëherë jeta dhe pasuria e tyre janë të mbrojtura, janë të paprekshme. Dhe përveç se me drejtën e islamit, përveç nëse kryejnë një krim i cili sipas dispozitave të islamit ka dënim me vdekje. Dhe llogaria e njerëzve do të japet tek Allahu. Përderisa njeriu deklaron pranimin e islamit, deklaron shahadetin, atëherë ne nuk e kemi, muslimanët nuk kanë të lejuar që t'ia prekin jetën dhe pasurinë e tij. Llogari për të fshehtat e tyre, për ato që kanë zemër, njerëzit do t'japin tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E para çështje që të tërheq vëmendje në këtë hadith është fakti që ky hadith flet për luftën dhe për rregullat e luftës. Po profeti sallallahu alaihi wasallam ka folur në cilësinë e profetit të Zotit dhe ka përcjellë mesazhin e Allahut të lartësuar, por në kushtet kur profeti sallallahu alaihi wasallam ka shpallur këto dispozita, ishte edhe i pari shtetit islam. Ai niste dhe ushtrinë, dhe ai, domethënë,
i jepte komandantit të luftës dhe flamurin e ushtrisë. Kështu që e para gjëja, rregullat që lidhen me xhihadin, i vën zbatim shteti islam, po shteti i mirëfillt islam, jo organizatat e këqija. Se mund të ketë organizatat e këqija që pretendojnë se do përcaktojnë kushtet e paqes apo të luftës me kafirat, me jo muslimanët. Edhe dëmtojnë muslimanët dhe prishin imazhin e fesë. Nuk është fjala për organizata të këqija, të dëmshme, të cilat kanë devijuar nga rruga e profetit dhe shokëve të tij, madje rruga e muslimanëve brez pas brezi. Edhe kanë dëmtuar interesat e muslimanëve. Se po të shohim, profeti dhe shokët e tij me xhihadin kanë përmbushur synimet, është mbrojtur feja, është mbrojtur jeta, pasuria, është vendosur drejtësia, kanë jetuar musliman dhe jo musliman në paqe, dhe kanë fituar drejtat e tyre. Pra kanë përmbushur qëllimet, synimet, mirat dhe dobit. Kurse organizatat e këqija, çfarë vren? Vetëm shkatrim, vetëm djegje, vetëm sabotim. Ky mund të jetë mesazhi i xhihadit, i Kuranit, i Sunetit, i luftës së që ka bërë profeti dhe shokët e tij, asesi. Qytetërim madhështor që nga koha e profetit deri më sot. Ai sa dhe jo muslimanë, po të lexosh historinë, dëshironin që të jetonin jo në hijen e sunduesve të tyre në Tiranë, po në hijen e shtetit islam. Ndërshekuj, pse? Sepse shikojnë drejtsinë e muslimanëve. Nuk ka njohur historia, domethënë shqiptar më paqësorë se sa muslimanët. Vjen ca organizatat këqija dhe shfrytërojnë këtë dispozit madhështore, që është xhihadi, edhe japin një imazh të keq, duke vrarë kryesisht musliman. Organizatat e dëmshme, organizatat e këqija që kanë keq shpjeguar xhihadin, kryesisht kanë vrarë musliman. Sipas statistikave, shumica e viktimave të tyre janë musliman, votën islam. Aq sa edhe në xhamia kanë vrarë. Allahu na ruaj. Edhe dietar kanë vrarë. Edhe hoxhallar, edhe njerëz devotshëm. Në pretendimin që ne po bëjmë xhihad. Kjo xhihadi me vrarë musliman në xhami. Me vrarë njerëz që duan me mbrojt fenë, me përhap fenë. Nuk është ky interpretimi i saktë i xhihadit me fjalë. Pra e para gjëja do ta kemi parasysh që ajetet, hadithet dhe rregullat që lidhen me xhihadin i zbaton shteti islam. Bën përjashtim xhihadi i mbrojtjes, po ky hadith nuk flet për xhihadin e mbrojtjes. Ky hadith flet për xhihadin e kërkimit dhe shirimit të vendeve të tjera. Ndërsa xhihadi i mbrojtjes është çështje tjetër. Në qoftë se armiku hyn dhe fillon domethënë hyn në një vend, atëherë kanë detyrë njerëzit e këtij vendi, kanë detyrë muslimanët që të mbrohen me sa mundësi të kenë. Edhe nuk është kusht që edhe të kenë shtet. Po të kenë mundësi që të mbrohen. Luftojnë që të mbrojnë fenë, mbrojnë jetën, mbrojnë pasurinë, mbrojnë vendin, mbrojnë. Edhe ai që vritet në këto kushte, kur qafiri, dëshmoni armiku vjen të ndroj fenë me dhunë, të marrë nderin, të përdhunojnë, që kemi në gjuhë ca vende që kanë përdhunu, i kanë zhvesh burra e gra, kanë vra fëmijë, pleq, domethënë ka armiq kohën tonë që po hyjnë në një vend islam, djegin gjithçka, Allahu na ruaj. Edhe ditët tona ndodh kjo gjë. Atëherë, muslimanët në këto kushte kanë detyrë të mbrohen me sa mundësi të kenë, me sa të mundet. Përderisa mundet të mbrohen. Dhe nuk është kusht që ata, domethënë, të kenë shtet, sepse po erdhi tjetri me të vrarë, do përpiqesh shpëtosh dhe të mbrohesh. Po tash me të vrarë gruan dhe fëmijët, edhe me të përdhunuar gruan, do mbrohesh me sa mundësi të kesh. Nuk është kusht në këtë rast që të marrësh leje këtij dhe atij. Po patë mundësi të mbrohesh, ke detyrë të mbrohesh. Dhe të bashkohesh me ata që po mbrojnë fenë, jetën, vendin, pasurinë, nderin, që të mos përdhunohen motrat muslimanëve. Pra, në rastin e xhihadit dhe mbrojtjes nuk është kusht ekzistenca e shtetit islam, siç e përmenda.
Profeti thot në hadith, jam urdhëruar të luftoj njerëzit. Po profeti e ka për qëllim njerëzit me të cilët muslimanët janë marrëdhënie lufte, jo ata me të cilët muslimanët janë marrëdhënie paqësore. Qofse muslimanët me një palë, me një shtet, me një vend, me një komunitet jo muslimanëve, kanë lidh marrëveshje, jo në paqe, atëherë nuk lejohet që muslimanët prekin gjakun kur jo muslimanë. E sqarova edhe pak më pas. Prekja e gjakut muslimanëve, jo muslimanëve, me të cilët muslimanët kanë marrëveshje, me të cilët muslimanët janë paqe, konsiderohet krim, konsiderohet gjuna i madh dhe rrezikon muslimanin që të privohet nga hyrja në xhenet. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, men qatala muahadan lam yajid raihat al-janna. Një çështje tjetër. Muslimanët dhe profeti flet në këtë hadith për luftën që bëhet në fushë betej. Do thonë me njerëzit, pra me njerëzit që dalin fushë betej. Këtë qëllim ka profeti. Nuk e ka fjalën profeti me vra gra dhe fëmijë. Apo pleq që nuk marrin pjesë në betej. Apo murgjërit që rrinë për manastire dhe nuk dalin fushë betej. Nuk e ka fjalën për ata. Dikush më thotë, po nga e morë vesh ti këta. Se ka hadithe tjera, ka argumente tjera. Dhe për shpjeguar ajetet dhe hadithet, nuk bën që me marr vetëm një ajet, një hadith dhe me ilon tjera. Për ta kuptuar saktë çështjen, duhet me i marr krejt ajetet dhe hadithet që flasin për një temë. Nëse dikush merr një hadith dhe si merr tjerat, e ka nxjerr hadithin nga konteksti. Sa ai sahabiu që ka treguar këtë hadith, ai ka treguar dhe hadithe tjera. Ose ca sahabë tjerë kanë treguar ca pjesë të tjera. Dhe Kurani nuk bën që me besu një pjesë Kurani dhe me u mohu pjesën tjetër. Apo jo? Se që ka thënë Allahu në Kur'an, apo besoni pjesë librit dhe me mohoni pjesën tjetër? Duhet me i marrë gjitha. Dhe kjo është një nga karakteristikat e grupit shpëtuar, që janë rrugën e profetit dhe shokëve të tij, marrin gjitha. Ndërsa ata që ndjekin epshet dhe dëshirat, përfshirë dhe grupet e këqija, që kanë keq interpretuar xhihadin, dhe ajetet dhe hadithet e xhihadit nuk i kanë vënë vendin e duhur, nuk i marrin krejt ajetet dhe hadithet që lidhen me temën dhe me shpjegojnë gjitha. Atëherë i kthejmë çështjes për cilën thash. Ka hadith në cilin profeti e ka ndaluar vrasjen e grave. E ka pa profeti në një betejë një gruar të vrarë dhe ka thënë, kjo nuk ka qenë për të vrarë, për të luftuar. Pra e ka ndaluar profeti vrasjen e grave. E ka ndaluar profeti vrasjen e fëmijëve, ka thënë la taqtulu walidan, mos vrisni fëmijë, mos vrisni gra. Është ndaluar gjithashtu edhe vrasja e pleqve që nuk marrin pjesë në luftë. Madje në kohën e Abu Bekrit, kur Abu Bekri niste ushtrit, jepte porosi që të mos vrasin murgjërit. Po çan ç'është murgu? Janë ata, domethënë krishterë që mbyllen manastir, edhe rrinë atje si pasuritë të tyre. Ata nuk janë rrugë drejt. Ata duhet pranojnë Islamin dhe pranojnë profetin ton. Por nuk lejohet vrasja e tyre. Sepse ata nuk dalin fushë betej. Ata nuk kanë pjesë e ushtrisë që lufton muslimanët. Prandaj nuk lejohet me i luftu. Mendimi më i saktë i dietarëve është se nuk vriten kafirat në betej, domethënë për shkak se ata pra ka një fe tjetër. Por për shkak se ata nuk pranojnë, për shembull, ose nuk pranojnë Islamin hapi i parë, e dyta nuk pranojnë marrëveshje me muslimanët, pra zgjedhin që të jenë në luftë me muslimanët. Se po të ishte arsyeja e vrasjes së kundërshtarit, se ai është kundërshtar në fe, atëherë do të lejohej vrasja e murgjëve në manastire. Mos është kështu. Tjetër nuk do
bonin muslimanët marrëveshje me jo muslimanët. Po muslimanët e kanë detyrë të bëjnë marrëveshje me jo muslimanët nëse jo muslimanët kërkojnë marrëveshje paqe dhe pranojnë marrëveshjen e paqes, sigurisë dhe mbrojtjes. Dhe një çështje tjetër me rëndësi. Komandanti i luftës në fushë betejë nuk fillon luftën me kundërshtarët, me armiqt, pa i ftuar në Islam. Ky është hapi i parë. Siç ka treguar hadithi i Burejde ibn Hasibit që shënon Muslimi në Sahihun e tij, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha laqita aduwaka min al-mushrikin", kur të ballafaqohesh me armikun tënd, me idhujtarët, atëherë çështja e parë në cilën do të ftosh duhet të jetë Islami, pra të ftosh në Islam. Nëse pranojnë Islamin, fekuff anhu. Nëse ata pranojnë Islamin, ka thonë, hiq dorë, mos e lufto, që janë bë musliman. Nëse nuk pranojnë Islamin, përsëri nuk fillon luftë komandanti i muslimanëve. Por i fton në diçka tjetër. I fton që të lidhin marrëveshje muslimanët me jo muslimanët, me kundërshtarët. Marrëveshje që garanton mbrojtje dhe siguri për jo muslimanët. Dhe ata do të kenë të drejtën e veçqeverisjes, do jetë të mbrojtura objektet e tyre të kultit, do të kenë mundësi të vazhdojnë fenë e tyre, mbrohet jeta dhe pasuria e tyre, madje muslimanët i mbrojnë dhe nga armiqtë ata. Pra kjo është e dyta, i ftojnë lidhin marrëveshjen e dhimmes, mbrojtjes dhe sigurisë. Nëse e pranojnë, nuk lejohet me i luftu. Nëse nuk pranojnë të lidhin marrëveshje, atëherë thot profeti ista'in billahi wa qatilhum. Thot kërkoj ndihmë Allahut dhe luftoj. Pra çi do luftoj? Do të luftoj ata që janë fushë betejë. Dhe kur do i luftoj? Komandanti i muslimanëve që e lidh shteti Islam. Dhe jo çdo njeri me fjalë. Nuk është çështje individuale, çështja e luftës. E kemi përmendur disa herë. Atëherë pra konstatojmë se muslimanët luftojnë me jo muslimanët kur ata zgjedhin luftën dhe marrëdhëniet e luftës. Ata nuk duan me lidh marrëveshje paqe. Po ata duan që ndrojnë marrëdhënie armiqësore me muslimanët. Ata provojnë rrezik për muslimanët. Në këto kushte muslimanët luftojnë në fushë betejë dhe nuk vrasin ata që nuk marrin pjesë në fushë betejë apo që nuk janë të afër luftë, si fëmijët, gratë, burgjerit, pleqt e tjerë. Madje nuk shkatrojnë muslimanët tash infrastrukturën, nuk presin pemët. Këto janë rregullat e luftës sipas, disa nga rregullat e luftës sipas rregullave të Islamit. Për këtë arsye, muslimanët kanë qenë më të mëshirshmit edhe në kushte lufte, se nuk kanë vrarë gra dhe fëmijë edhe pleq. Dhe nuk merreshin me ata që nuk merrin pjesë në luftë. Dhe muslimanët kanë anuar nga paqja. Qofse jo muslimanët kërkojnë marrëveshje paqe, sigurie, qetësie, muslimanët me urdhër kuranor, wa janahu lis-salmi fajnah laha. Nëse ata pra ju muslimanët anojnë nga paqja, e ju anoni nga paqja. Këto janë rregullat e fesë. Dhe kështu kanë vepruar muslimanët. Për këtë arsye, muslimanët kanë qenë shlirimtarët më paqësorë. Në kohën e profetit, në betejat që ka zhvilluar profeti me kundërshtarët, janë vrarë më pak se 1000 veta. Nga radhët e muslimanëve janë vrarë ca dhe nga radhët e jo muslimanëve janë vrarë ca. Ndryshimi më i madh në historinë e njerëzimit. Shumë pak të vrarë. Ky ndryshimi më i madh që është bërë. Përmirësimi më i madh. Është vendosur drejtësia e Zotit në tokë. Po ta krahasojmë me të luftrat që kanë bërë jo muslimanë, shekularistët, ateistët dhe laikët në shekujt e fundit, vetëm në shekullin 20. Në dy luftrat botërore, luftën e parë dhe dytë botërore, janë vrarë me 10 miliona njerëz. Viktimat e komunizmit, 10 miliona njerëz. Dy shekujt e fundit janë vrarë me 100 miliona njerëz. Këta pretendojnë, ka ateistët dhe shekularistët dhe laikët, thonë kjo është frymë e re me fjalë. Këta pretendojnë që janë më paqësorët dhe ja ka akuzojnë muslimanët si terroristë, si dhunshëm, si të egër, kështu pretendojnë, do thënë ngrenë me të madhe të Allahu na ruaj,
përdorin dhe mendjen edhe gjitha potencialet e tyre për të shfrytëruar Islamin, muslimanët, edhe historinë e muslimanëve. Po hajde, ti ballafaqon faktet. Po njerëzit nuk lexojnë, nuk studiojnë. Madje ka edhe historianë të jo muslimanëve të cilët kanë folur për betejat që kanë zhvilluar muslimanët dhe shirimin që kanë bërë muslimanët. Dhe jo është dashur që të japin dëshmi që është afër të vërtetës. E kanë pohuar që muslimanët kanë qenë vërtet shqirimtar paqësor. Pra nuk mund krahasohet. Ata kanë prodhuar krimin, dhunën, luftën, masakrat. Ata flasin për drejtat e grave dhe të fëmijëve. Mirë po, kur bëjnë luftra ata, shumica e viktimave, sidomos vendet islame, janë gra, fëmijë, pleq dhe njerëz që nuk marrin pjesë në betejë, jemi dëshmitar domethënë të këtij aktualiteti të hidhshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, pra profeti ka folur për xhihadin dhe ne e njohim xhihadin si rregull të fesë. Xhihadi dhe haxhi do të vazhdojnë. E ka përmendur Allahu xhihadin në Kur'an, e ka përmendur profeti për hadithe. Dhe është hak xhihadi. Nuk lejohet mohimi i xhihadit. Ka grupe të këqija që mohojnë xhihadin. Janë kundër xhihadit, kjo është ekstremi tjetër. Janë kundër xhihadit. Kjo pjesë e fesë që flet për xhihadin, hak. Po ka grupe që s'duan muslimanët të mbrohen. Sidomos ato grupe që i kanë nxjerrë jo muslimanët, qafira, siç janë Kadianit për shembull. Elhamdulillah nuk kanë terren në vendin tonë. Pretendojnë që ndjekin një profet rrem, pretendojnë se ka profet mas Muhamedi alayhi salam. Edhe ata janë kundër xhihadit. Kanë dalë kohët e fundit dhe këta që quhen kuranistë, që mohojnë hadithe e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta thonë vetëm dashuri, paqe, s'ka luftë, s'ka xhihad. Duhet me bëj qefin perëndimorëve, sa ata janë pjellë e tyre. Para disa dekadash ka dalë kjo fe e re në Hindi e në Pakistan, edhe bëjnë zhurmë në vende të ndryshme, domethënë, edhe këta janë kundër xhihadit. Dhe për shembull këtë hadith, dhe pse në Buhari dhe Muslim thotë, si ka mundësi të thonë profeti këtë fjalë. Dhe e kanë, domethënë, qëllimisht e përkthejnë keq. Profeti thotë jam urdhëruar të luftoj njerëzit dhe e shpjegova domethënë që ka fjalën për njerëzit me të cilët muslimanët janë marrëdhënie lufte në betejë. Sipas rregullave që u sqarova pak më përpara që të mos i përsëri. Kurse ata fjalën umirtu nuqatil, jam urdhëruar të luftoj, e përkthejnë me fjalën jam urdhëruar të vras njerëzit. Ja. Dalja në fushë betejë nuk do të thotë që ti do i vrasësh detyrimisht. Sepse para një fton në Islam. Po nuk pranon Islamin, duhet të vazhdojnë fenë e tyre. I lëmë vazhdojnë fenë e tyre, po të lidhin marrëveshje me muslimanët, që të mos vazhdojnë gjendja e luftës. Pra tjetër me thonë që jam urdhëruar që unë mbrohem, bëj luftë në kushtet kur kërkohet luftë. Për të ngritur fjalën e Allahut, për të vendosur drejtësia, për të pas siguri njerëzit, për i fen, jetën, pasurinë, mos përdhunohen motrat muslimane. Dhe tjetër më thonë jam urdhëruar me i vrarë njerëzit. Nuk thosh kështu profeti jam urdhëruar me i vrarë njerëzit. Shikon, domethënë, është përkthim që e kanë bërë këta kuranistët. Dhe e kemi dëgjuar prej tyre se si e bëjnë këtë përkthim keq. Për të, domethënë, duke i dezinformuar njerëzit e duke dhënë atë që nuk është e saktë. Tjetër pretendojnë që ky hadith bie në kundërshtim me logjikën. Ku bie kundërshtim me logjikën? Domethënë jo muslimanët kanë drejt që të kenë ministri mbrojtje, armatim, ushtri dhe të luftojnë. Dhe thonë që po mbrohemi dhe do vendosim paqe në kështu me radhë. Forcat paqësore i quajnë ata. Jo muslimanë. Muslimanët sipas këtyre kuranistëve edhe këtyre grupeve të këqija që sigurisht janë pjellë e qafirave, muslimanët s'duhet të kenë luftë, s'duhet mbrohen, muslimanët duhet dorëzohen. Mos mbrojnë fen, mos mbrojnë jetën, mos mbrojnë pasurinë, bëjnë çfarë deri qafira. Kjo logjike? Është logjike me thonë njeriu që s'ka drejt me u mbrojt?
Kjo në kundërshtim me fen, kundërshtim me logjikën, kundërshtim me historinë, po edhe me këto që e bëjnë qafirët sot në kohën tonë. Edhe ata nuk pranojnë që me heq Ministrinë e Mbrojtjes, mos me pas ushtri, mos me pas armatim. Ata s'pranojnë këta. Këtë fe, kur anë nisën për çfarë kanë saju, që të bëjnë qefin atyre qafirave. Edhe, do më thënë që Kurani sipas tyre përputhet me idetë e qafirave. Po qafirat nuk janë dakord me ta që të lanë heqin dorë nga armatimi. Se në qoftë se qafirat anojnë nga paqja, ne me Kur'an anojmë nga paqja. Pretendojnë kuranistët gjithashtu që ky hadith bie ndesh me Kur'anin. Kështu thonë. Përgjigjja është që edhe në Kur'an ka ajete që flasin për luftën. Qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Luftojnë ata që nuk besojnë në Allahun dhe ditën e fundit, thot Allahu në Kur'an. Ato që ka thënë profeti në hadith, uritu luqatil an-nas, jam urdhëruar të luftoj njerëzit. Si e kuptoj shpjegohet ajeti? Shpjegohet, domethënë duke marrë parasysh gjithë ajetin deri në fund, ajetin e surës Tauba, dhe ajetet e tjera dhe hadithet e tjera që flasin për gjendjen e luftës së paqes, që përcaktojnë rregullat. I përmendë disa nga këto rregulla pak më përpara, duhet i kemi parasysh gjitha ato. Çfarë përgjigje do t'japim për ajetin e Kuranit? Po atë përgjigje kemi edhe ne për hadithin. Kështu që nëse ata do mohojnë hadithin se kanë hallin që mos ketë luftë, e thotë do të ketë dashuri dhe paqe me qafirat me jo muslimanët, po themi ne kemi Kur'an, na besoni Kur'anin. Kurani flet për xhihad dhe për luftë. A dhe mohoni ajetin e Kuranit? Realisht ata nuk e besojnë Kur'anin. Ata hiqen sikur e besojnë Kur'anin. Po ta besonin Kur'anin, nuk mund ta mohoni këtë hadith. Se ato për cilën flet ky hadith, ajo përmendet në Kur'an. Ka ajete në Kur'an që flasin për këtë pjesë. Po që duhet të shpjegohen, siç e ka kuptuar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Pra është ky ekstremi tjetër, madje jo vetëm ekstrem. Këta kuranistët që nuk i mohojnë krejt hadithet e profetit, këta janë qafira, këta nuk janë pjesë e fesë tonë. Këta janë pjellë e jo muslimanëve për të futur dyshim muslimanëve në fe. Dhe qëllimi i tyre është që t'i largojnë muslimanët nga feja e Zotit. Domethënë, përpiqen me futur dyshime dhe kush t'i kap të dyshimet i kap, kush t'i marrë i marr. Bëjnë shumë zhurmë. Nëse arrin që ndonjëhet, mund të jenë krishterë që hiqen si musliman, mund të jetë ateist që hiqen si musliman, ose mund të jenë edhe njerëz që janë mashtruar dhe janë bërë pjesë e kësaj feje të keqe. Edhe thonë pastaj, po përpiqemi. Nëse mundemi me i fut dyshime njeriu dhe me i fut në këtë fe të devijuar, mund ta bëjnë këtë gjë. Dhe muslimani duhet të jetë i kujdesshëm se në pamje të parë, kur e përmend këtë hadithin, jam urdhëruar të luftoj njerëz që ka përkthyr gabim. Njeriu mund të hyjë dyshime, thotë, si ka mundësi profeti ka thënë këtë? Po vërtet kjo bika kundërshtim me Kur'anin. Në realitet, hadithi s'ka të kuptim. Dhe nuk ka mundësi që një hadith i saktë bën kundërshtim me Kur'anin. Nuk ka mundësi që një hadith i saktë bën kundërshtim me logjikën. Por janë njerëzit e këqij, ata të cilët i nxjerrin citatet nga konteksti, u japin kuptim të keq, edhe pastaj përpiqen krijojnë atë idenë e përplasjes mes haditheve të sakta dhe Kuranit, apo mes haditheve të sakta dhe logjikës. Atëherë le ta marrim këtë hadith si shembull. Se unë kam has këtë hadith, domethënë që e përmendin ata si ata e quajnë si një argument sipas tyre, që ka hadithe që bien kundërshtim me Kuranin. Dhe kush është? Është ky hadith. Profeti i Zotit thotë ka ardhur me paqe, me dashurinë. Këta thonë çift çka ka thënë profeti. Ja thënë profeti erdhi me paqe dhe me dashuri, po erdhi edhe me luftë. Profeti i Zotit është i mëshirshëm, po mëshira kërkon ndonjëherë edhe luftën. Profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi me drejtësinë, po për vendosur drejtësinë kërkohet edhe luftë ndonjëherë. Kështu profeti ynë është profeti i paqes, po edhe xhihadit. Dhe kjo është e vërtetë se ka përmendur Allahu në Kur'an dhe e ka zbatuar profetin për hadith. Kjo feja jon. Kush do le ta pranoj? Kush nuk do të mos e pranoj.
Po edhe Shafirat nuk e pranojnë këto që të heqin dorë nga lufta në çdo rast. Edhe ateistët dhe shekularistët dhe ata që kanë shtetet më fuqishme sot në botë, që po e çmerrin botën duke folur për paqen e për drejtësinë, edhe për drejtat e njerëzit, edhe ata nuk pranojnë që të heqin dorë nga lufta. Atë mos kenë ministri mbrojtje, mos kenë ushtri, ata nuk e pranojnë. Nuk ka logjik që e pranon këto. Nëse nuk do kishte xhihad në fenë islame, kjo nuk o feja e Zotit. Nëse Kurani dhe Suneti do ju udhëzonte muslimanët që mos u mbroni, dorëzohuni, mos përpiqni të mbroni fenë, jetën, nderin, pasurinë, vendin, kjo nuk është feja e Zotit, nuk do ishte feja e Zotit, do ishte feja e shejtanit. Zoti kërkon për ne të mbrohemi, vendosim drejtësinë, të përpiqemi për mirë, ta luftojmë të keqen. Që feja e këtyre kuranistëve është kundërshtim, shpifje ndaj Zotit, shpifje ndaj Kuranit, shpifje ndaj profetit. Ajo është kundërshtim me logjikën. Se Zoti e ka dhënë dashuri, po edhe urrejtje. Profeti ka bërë xhihad, ka bërë luftë sallallahu alaihi wasallam. Çu flasin kundër xhihadit? Sa ka qindra hadithe që flasin për jetën e profetit kur ka shkuar xhihad, kur ka shkuar luftë. Sallallahu alaihi wasallam. Xhihadi mund të jetë detyrë për muslimanin, po mund të jetë edhe farz, mund të jetë detyrë individuale, mund të jetë edhe farz kifaje. Në rastin kur xhihadi është farz kifaje, në rast se marrin pjesë në xhihad, në luftë, një pjesë e muslimanëve, atëherë nuk është më detyrë për të tjerët, por është e pëlqyeshme. Njeriu për nga natyra nuk pëlqen pjesëmarrje në luftë, por në kushtet ku lufta është e lishme. Më e mira për muslimanët është që të marrin pjesë në luftë, edhe pse e urrejnë luftën, sepse ndoshta njeriu e urren diçka pa ajo është në të mirën e tij. Dhe nga ana tjetër mund ta dojë diçka pa ajo është në të keqen e tij. Allahu di dhe ne nuk dim. Njeriu nuk e do luftën, po nëse caktimi i Zotit është që të bëhet luftë, atëherë muslimanët do të shkojnë luftë. Edhe kjo është në të mirën e tyre. Edhe pse muslimanët kanë urryer luftën, ka thënë Allahu në Kur'an: Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju është bërë detyrë lufta. Edhe pse është urryer për ju lufta. Po është detyrë. Sipas rregullave, disa për rregulla përmenden edhe pak më përpara. Mbase ju e urreni diçka, po ajo është në të mirën tuaj. Dhe mbase ju e doni diçka, po ajo është në dëm tuaj. Allahu di dhe ju nuk dini. Allahu i di përfundimet e çështjeve. Muslimanët mund të urrejnë pjesëmarrjen në luftë. Për shembull, muslimanët kur para se zhvillohet lufta e Bedrit, dëshironin që të zinin karvanin e Abu Sufjanit. Dhe jo të ballafaqoheshin me idhujtarët në Bedr. Po Allahu desh që të ballafaqohen. Dhe ajo që më e mira për ta. Se armiqtë të mëdhenj morën goditje të madhe dhe dolën fitimtar muslimanët. Dhe që fitore e madhe për ta, lufta e Bedrit. Që janë ato që mbrojnë jetën e njeriut? E para, deklarimi i shahadetit. Nëse se njeriu deklaron shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mbrohet jeta dhe pasuria e tij. Jo të shejta. Por duhet të kemi parasysh rregullat që përmendëm pak më parë, sepse nuk do thotë kjo që nëse dikush është në fe tjetër apo zgjedh të vazhdojë në fe tjetër, kjo nuk do thotë që muslimanëve ju lejohet prekë jetën dhe pasurinë e tyre. Jo. Përderisa muslimanët kanë paqe me të tjerë, nuk lejohet prekë jetën dhe pasurinë e tyre. Dihet domosdoshmërisht që profeti sallallahu alaihi wasallam i pranonte si musliman ata që thonin shahadetin. Me deklaruar njeriu shahadetin quhej musliman. Edhe hadithet që ka përmendur autori në këtë temë dëshmojnë për këtë pjesë. Por nëse njeriu deklaron shahadetin,
atëherë i kërkohet që të falë namaz dhe të japë zakatin. Mirë, me të deklaruar shahadetin, ai do të quhet musliman. Pastaj i kërkojmë që të falë namazin dhe të japë zakatin e pasurisë, të përmbahet rregullave të fesë islame. Në qoftë se dikush thot shahadetin, po pastaj mohon diçka të njohur të fesë, ne kuptojmë që nuk ka hyrë në fe, ose që doli në fe, nga feja. Pra, nëse dikush deklaron shahadetin ai quhet musliman. Por qoftë se ai, për shembull, nuk pranon çështjet e njohura të fesë, apo mohon çështjet e njohura të fesë, atëherë ose nuk ka pas hyrë në fe, ose doli nga feja. Edhe mbas së kësaj gjykohet për atë person që mohon diçka të njohur të fesë, apo që nuk pranon të ushtrohet çështjeve të fesë, gjykohet që ai është jo musliman. Mirpo, me të deklaruar njeriu Islamin, i shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, do të quhet musliman. Që kushdo që deklaron shahadetin, në parim duhet me quhet musliman. Se ka njerëz në botë që thonë, edhe pse njerëzit thonë shahadet, ne nuk i quajmë musliman derisa të verifikojmë. Nëse e di kuptimin e shahadetit apo jo. Nëse mohojnë diçka të fesë apo jo. Nëse bëjnë shirk apo jo. Ky është grup ekstrem, ta janë devijuar. Pasi dihet nga hadithi i Profetit sallallahu alaihi wasallam, me thonë njeriu shahadet la ilaha illallah muhammadur rasulullah, e quhet musliman. Dhe nuk lejohet muslimanit që t'ia prekte në fush betej. Si deri nga hadithi do përmendë pak më pas. Nëse njëri të thoshte la ilaha illallah muhammadur rasulullah, nuk lejohet që ta prekte. Se quhet musliman. Ne gjykojmë njerëzit pas asaj që shfaqen. Fshehtën e tyre di Allahu subhanahu wa taala se çka kanë në zemër. Mbas ai e ka thonë me dyshim. Mbas ai nuk e beson me zemër. Po ajo çështja e zemrës i përket Allahut. Ne i gjykojmë njerëzit, ne i trajtojmë njerëzit sipas asaj që shfaqen. Prandaj e ka sjell autori të këtij hadith, ku në fundin e tij profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa hisabuhum ala Allah taala. Dhe njerëzit do të japin llogari tek Allahu i lartësuar për atë që fshehin. Madje, nëse njeriu thotë pranova Islamin, në parim duhet me qenë musliman. Dhe me mësu shahadat, me mësu namaz dhe kështu me radhë. Dhe ka hyrë në Islam që në momentin që tha unë pranova Islamin. Nëse njeriu shfaq çfarë do karakteristike të Islamit, për shembull, shikon njeriu duke fal baram, e ke detyrë ta quhesh musliman. Përveç nëse e di që ka ardhur, domethënë për hajë hirti i miku, pa s'ka pranuar Islamin, s'ka hyrë në Islam, se ka thonë që unë jam krishterë, nuk ka marrë se jam musliman. Apo nëse ti nuk e di këtë, ose për shembull e di që dikush mohon ditën e gjykimit. Apo përdesë ti nuk e di, atëherë ti në parim duhet me i trajtu si musliman ka që falin baramin. Dhe për të nxjerrë dikë nga feja duhet proces gjykimi i veçantë për individin për atë individ caktuar. Dësa përgjithësi këta që falin baramin, falin xhumon, se kush vjen me fal baramin, musliman apo krishterët? Muslimanët. Kjo dihet. Kush vjen me fal xhumon? Muslimanët. Kush drejtohet nga kibla jon? Nëse vjen dikë drejtohet nga kibla jon, musliman. Pra kushdo që shfaq një karakteristikë të Islamit, e kemi detyrë me quhet musliman. Madje sipas një hadithi, shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam po ktheheshin në një mision. Edhe gjatë rrugës shohin një bari me bakti. Dhe ky bari u dha selam. Po këta sahabë në dha selam për të mbrojt. Edhe e vran. E ja tregun Profetit. Profeti sallallahu alaihi wasallam po ndaloi këtë gjë. Sepse ai dha selam. Dhe selam japin muslimanët. Për që ata du të quanin muslimanët ata, dhe jo kafir. Për këtë arsye, Profeti sallallahu alaihi wasallam, prandaj kjo që shkak e zbritjes së fjalës së Allahut të lartësuar në Kur'an, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. O besimtar, kur të udhtoni në rrugën e Allahut të lartësuar, shqyrtoni. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. Dhe mos i thoni atij që ju jep selam, lesta mu'minan, ti si je besimtar. Mos i thoni kështu.
Në qoftë se dikush të jep selam, në parim duhet me qytë musliman. Në origjinë e quhet musliman. Përveç nëse e di si ta ka, ajo është krishter ose është jo musliman, po ta ka dhënë për respekt, e di gjendjen e tij. Atëherë është çështje tjetër, nuk e trajton si musliman. Nuk e trajton si musliman, kjo nuk do thotë që do ta respektosh, do sillesh mirë me ta, po nuk quhet musliman. Amo përdesë ti nuk e di, dhe dikush rrugë dha selam, atëherë ti duhet me quhet musliman ata. Sipas ajetit dhe sipas hadithit. Po hadithi që përmendet, domethënë ta kemi parasysh, kjo nuk do thotë që muslimanët kanë drejtë të vrasin ata jo muslimanët, jo. Përdesë ke marrë, domethënë jemi në paqe me muslimanët, nuk ka drejtë muslimani me prekë jo muslimanët. Ajo çështje flet domethënë për kushte të tjera. Po ajo që pjesa që ne duhet kuptojmë këtu është që çfarë do lloj karakteristike të Islamit që shfaq njeriu, qoftë thënie apo veprim, që kanë muslimanë për këtë muslimanëve, jo muslimanë duhet me qenë musliman. Fal xhumon, fal baramin, jep selam. E petër duhet të thirrë ezanin. Madje në kohën e profetit. Nëse do thirrë profeti priste, nëse do shkonte për betejë diku, priste. Nëse gjonte ezanin në një mahall ose në një fis, nuk i luftonte. Sepse ky ishte shenjë që ata ishin muslimanë. Ose grupet ekstreme, për shembull thonë për egjiptianët, egjiptianët për ta janë qafira. Edhe pse atje përgjithësi njerëzit, shumica e njerëzve, pra, që janë shumica e muslimanë në Egjipt, thonë shahadet, ka ezan, falen namaz. Shumë njerëz falen namaz, ndoshta janë shumica, por shumë falen namaz, falen xhumon, falen baramin. Thonë jo. Janë qafira përveç atyre që kemi arritur ne me i verifiku. Ose ka për tyre që janë waqifie, thonë, nuk themi as janë muslimanë ose janë qafira. Se nuk e dim kuptimin e shahadetit apo jo. Se janë të pasur nga shirku apo jo. Se e mohojnë tagutin apo jo. Këto janë qëndrime ekstreme. Këto janë ide xhawarizhesh. Janë kundërshtim me të vërtetën. Në parim ne i quajmë ta njerëz, që thrasin ezanin, që falen për xhamia, që thonë shahadet, që japin selam, i quajmë në parim në origjinë i quajmë musliman. Dhe të mësojmë fenë, të mësojmë tauhidin, të mësojmë sunetin, të mësojmë fenë e drejtë dhe të pastër. Po jo mund zitu me nxjerr njerëz nga feja e Allahut të lartësuar. Unë kam deshur edhe këtu në vendin tonë. Njerëz që më thoshin për këta që shkojnë me fal baram, që këta janë muslimanë, se këta nuk din gusul, këta nuk din abdes, këta nuk besojnë ditën e gjykimit. Subhanallahu, ndërkohë që shumica atyre që vinë me fal baram janë të ri. Edhe e kanë një rrezë hajri. Unë nuk them që çdo kush që vjen me fal baramin është i pastër. Dhe nuk them që çdo kush që vjen me fal baramin nuk ka dyshime, nuk e them këtë. Se në kohën e profetit ka pas edhe munafik hipokrit që falen xhamin e profetit. Por në përderisa vjen xhami që është musliman. Dhe zemrat e tyre që kohën te Allahu subhanahu wa taala. Dhe prandaj po kemi këto argumente, që ne gjykojmë njerëz sipas asaj që shfaqen, ndërsa të fshehtën e tyre gjykon Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë që është sebeb për mbrojtjen e jetës dhe pasurisë së njeriu është namazi. Në rast se fal namazin, muslimani jeta dhe pasurinë e tij është mbrojtur. Por në rast se një musliman refuzon të fal namazin, atëherë sipas mendimit më të saktë të dietarëve, në shtetin islam, ai ka dënim kapital. Nëse refuzon të fal namazin. Një musliman që refuzon të fal namazin, nuk është fjala për jo muslimanët këtu. Muslimanët i ftojnë, jo muslimanët ftohen që të pranojnë shahadetin, pranojnë islamin. Këtu është fjala për ata që thonë se jemi musliman. Nëse në shtetin islam dikush thotë jam musliman, thotë shahadet dhe nuk pranon të fal namazin, i bëhet thirrje në gjykat që të fal namazin. Nëse nuk pranon të fal namazin, i jepet dënimi i rëndë. Sipas
ajetit që e cituam pak më para, dhe sipas këtij hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam, po ka dhe argumente të tjera që dëshmojnë për këtë çështje, siç është një hadith i saktë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se yakunu umara fa ta'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya rasul Allah afala nunabidhuhum bis-sayf qala la ma aqamu fikum as-salah. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, do të ketë prijës, do të ketë qeveritar, kuptohet në radhë të muslimanëve, të cilët bëjnë vepra të mira, po bëjnë dhe vepra të këqija, vepra të dënueshme, vepra që ju dënoni, që ju kundërshtoni. Kush i urren veprat e tyre të këqija, ai është konsiderohet pafajshëm. Kush i kundërshton veprat e tyre të këqija, i kritikon veprat e këqija, ai shpëton nga gjunahu, nga pasojat. Por gjunahqar konsiderohet ai që është i kënaqur me ta dhe ai që i pason ata. Thëroi dërguar Allahut, këta udhëheqës, këta sundues që bëjnë vepra të këqija, aty luftojnë. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha jo, përderisa ta falë namazin. Që nuk kupton se nëse nuk lën namazin, atëherë muslimanët i luftojnë. Ky është në kuptimi i hadithit. Gjithashtu, ka dhe një hadith tjetër transmetuar nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, se Aliu radhiyallahu anhu, i cili ishte caktuar si guvernator, si drejtues në Yemen, dërgoi një sasi ari, një sasi floriri që ishte mineral, domethënë ishte pa jo i përpunuar. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u ndau 4 veta, u ndau ja 4 krerë fisesh. Që fitonte zemrat e tyre, shmangte damet. Kjo ishte më në interes të fiseve të tyre të muslimanëve. Por dikush tha, ja Rasulullah ittaqillah. Tha, o dërguar Allah, ti e frikë Allahut. Do të thotë që kjo nuk është ndarje e drejtë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha, i mirë ti, a nuk kam njeriu më ide që të kemë frikë Zotit? Sipas një transmetimi tjetër ka thënë, kush do mbaj drejtësi, nëse nuk do mbaj drejtësi, Allahu i dërguar i tij. Ka thënë sipas një hadithi profeti sallallahu alaihi wasallam, si nuk beson me drejtën, sipas drejta ligjore pra, e drejta islame. Por sipas të drejtës islame, përcaktohet që për një vepër penale ka dënim, e zbatohet dënimi. Pra Allah, profeti ka bërë përjashtimin hadith. Dhe shëndrimi e Abu Bekrit radhiyallahu anhu përputhet me hadithin e Abdullah ibn Umerit që nuk po e shpjegoj. Profeti ka thënë, jam urdhëruar të luftoj njerëzit derisa thonë deklarojnë shahadetin, ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fal namazin të japin zakat, ka përmendur dhe zakatin këtu. Që duhet pranojnë të japin zakatin. Dhe nëse ca muslimanë nuk pranojnë të japin zakatin, atëherë ata luftohen, kuptohet të kushtet e shtetit islam, është khalifja ai që vendos për diçka të tillë, që ata të nështrohen dhe të pranojnë dhënien e zakatit pasurisë. Tha Umeri radhiyallahu anhu, vazhdoi pra tregimin që pak më parë tha kur e bërë re, që Allahu i lartësuar ja kishte mundsuar Abu Bekrit që të kapte të vërtetën këtë çështje, po të mësova që ai ishte haku, ai ishte e vërteta. Dhe u pajtu pra dhe Umeri radhiyallahu anhu kuptohet me Abu Bekrin radhiyallahu anhu këtë çështje. Dhe Abu Bekri ka thënë, pasha Allahu, nëse ata nuk do pranojnë që t'japin, qoftë edhe një keq që e jepnin në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, apo sipas transmetimit tjetër dhe një litar, unë do t'i luftoj derisa të nështrohen dhe të pranojnë të japin të plot pra zakatin e pasurisë. Një po lidhje me atë që ata që nuk japin zakatin e pasurisë ka nevojë që të shkoqiten ca çështje. E parë, nëse një grup që kanë forcë,
nuk pranon të japë zakatën e pasurisë. Dhe ballafaqohen me ushtrinë e muslimanëve. Ata muslimanët i luftojnë derisa të nënshtrohen dhe të japin zakatën e pasurisë. Dhe kjo ka ndodhur kohën e Bekrit. Kjo është rasti i parë. Pra këta kanë qenë kundërshtar të shtetit. Këta nuk pranojnë shtetin, të drejtën ligjore. Prandaj luftohen derisa të nënshtrohen dhe pranojnë të japin zakatën. Në qoftë se nuk pranojnë të japin zakatin, ca njerëz që nuk kanë forcë për të përballur me shtetin islam. Dhe nuk hyjnë luftë. Atëherë nuk vriten, nuk luftohen. Por u merret zakati me forcë. Kjo është sipas rregullit. Dhe në këtë rast, në rastin e dytë nuk konsiderohen kafira. Në rastin e parë, sipas mendimit më saktë dietarëve, luftohen si kafira. Edhe pse ata thonë që jemi musliman, sepse ata nuk pranojnë të ndërshtrohen dhe të përmbahen një detyrë të njohur të fesë. Po kështu, nëse sa nuk pranojnë ezanin, thirrjet e ezanit, apo të falen xhumoja, apo të falen pesë namazet, se këto janë çështje të njohura të fesë. E nëse pra nuk kanë forcë luftojnë dhe të mbrohen, por nuk pranojnë të japin zakatin. E pranojnë si detyrë zakatin, se kush e mohon si detyrë zakatin, ajo kafir nuk diskutohet. Qoftë edhe një person, nëse mohon zakatin, ajo kafir. Po apo nëse disa njerëz nuk e mohojnë si detyrë zakatin, por nuk japin zakatin. Edhe nuk kanë forcë për të luftuar dhe për të mbrojtur. Në këtë rast nuk luftohen, nuk vriten. Por i pari muslimanëve u merr zakatin nga pasuria me forcë. Dhe jo vetëm kaq, po sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam, si ndëshkim u merr edhe gjysma e pasurisë. Pra ta keni parasysh të rregullën e fundit, që në rastin e fundit, ai që nuk e jep zakatin e pasurisë nuk vritet. Ai konsiderohet gjyqtar i madh, nuk konsiderohet kafir, dhe sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam, kush nuk e jep zakatin e pasurisë, do t'i zakati ari dhe argjendi, po dhe parat një gjykim kanë, do t'i bëhen pllaka që do të skuqen në zjarrin e xhehenemit, dhe do t'i digjet me to balli, shpina e trupit, ana e trupit, dhe kështu do të vazhdojë të vuajë dënim në ditën që është e gjatë sa 15.000 vite. Derisa Allahu i Resullit të gjykojë mes robëve të tij dhe pastaj do të shoh rrugën e tij ose për xhenet ose për zjarrin e xhehenemit, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky që thot profeti në hadith, do të shoh rrugën ose për xhenet ose për zjarrin e xhehenemit, tregon se ai që nuk jep zakatin e pasurisë, pa e mohuar si detyrë, nuk konsiderohet kafir, po konsiderohet gjyqtar i madh. Profeti sallallahu alaihi wasallam pastaj ka përmendur drejtën e islamit. Pra, kush pranon këto, jeta e tij dhe pasuria e tij është e mbrojtur përveç se me drejtën e islamit. Pra kjo kuptojmë që ka vepra penale, të cilat kanë dënim me vrasje sipas të drejtës islame, sipas ligjeve të drejta të Allahut subhanahu wa taala, dhe në këtë raste jeta e atij që ka konsumuar vepër penale nuk është e mbrojtur. Po kuptohet që dënimin penal e jep vetëm shteti islam, vetëm gjykatat e shtetit islam. Nuk është një çështje individuale që njerëzit të zbatojnë këto rregulla apo të ftojnë zbatimin e këtyre rregullave, ndërkohë që nuk e kanë autoritetin për këtë çështje. Autoriteti për këtë çështje i përket halifit, i përket shtetit islam, përket gjykatave të shtetit islam. Që çështje që lidhen me dënimet penale i vën zbatim autoritetit në shtetin islam. Nuk janë to çështje individuale. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, fundër hadith, wa hisabuhum ala Allah ta'ala. Dhe llogaria ata do të japin tek Allahu i lartësuar, pra atë që fshehin në zemrat e tyre. Përderisa njeriu dështrohet Zotit, thot shahadetin, fal namaz, jep zakat, ai do të quhet musliman.
llogari për çfarë fshehet në zemër, do të jap tek Allahu i lartësuar. Ka mundësi që njeriu të deklaruar shahadetin jo me sinqeritet. Mund ta deklaruar me hipokrizi, ka pas hipokrit kohën e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata duke quheshin musliman, sepse shfaqin Islamin. Faleshin në xhami. Ndërsa llogari për çfarë fshehin në zemër do të japin tek Allahu i lartësuar. Prandaj ne i gjykojmë njerëzit sipas asaj që shfaqin. Për të fshehtë në tyre nuk flasim. Për atë që ka zemër ne nuk flasim. Allahu i lartësuar të gjykojë njerëzit për atë që kanë në zemër. Hadithi i dytë që ka sjellë autori në këtë temë është një hadith transmetuar nga Ebi Abdullah Tariq ibn Ashyam radhiyallahu anhu, i cili referencë ka dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Men qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunihi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah ta'ala", rawahu Muslim. Kush thot la ilaha illa Allah dhe mohon gjithçka që adhurohet përveç Allahut të lartësuar, jeta dhe pasuria e tij janë të ndaluara. Pra nuk lejohet prekja dhe jeta e pasurisë së tij. Në llogari ky njeri do të japë tek Allahu i lartësuar. Hadithi ka sjellë Muslimi në Sahihun e tij. Hadithi ka kuptimin e hadithit që përmend pak më parë. Mirë, por në hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka shtuar dhe diçka ku ka thënë kur thot la ilaha illallah dhe mohon gjithçka që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Kështu pra, që njeriu quhet musliman, duhet që të mohojë gjithçka që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Pra se njeriu thot jam musliman, thot shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, por nuk mohon fen tjetër. Nuk mohon ata që adhurohen përveç Allahut, ky s'është musliman. Ky realisht nuk ka hyrë në Islam. Dhe ky nuk mund të quhet musliman. Rrjedhimisht nuk ka statusin e mbrojtjes së jetës së tij për shkak të fesë islame, por mundohet jeta e tij për shkak se muslimanët janë paqe me jo muslimanët. Ajo është çështje që qëndron, por çështje tjetër me fjalë. Atëherë është me patjetër mohimi i gjithçka që adhurohet përveç Allahut të lartësuar. Prandaj, nëse dikush thotë që unë jam musliman, po edhe krishterët do hyjnë në xhenet, edhe xhifut do hyjnë në xhenet. Nuk është kusht mund të thotë dikush që njeriu të pranojë se Muhamedi është i dërguar i Allahut që të hyjë në xhenet. Ky s'është musliman, ky që ka këtë besim. Sepse ky nuk mohon atë që adhurohet përveç Allahut. Ky nuk e konsideron qafira ata që Allahu dhe i dërguar i tij i kanë konsideruar si kafir. Allahu i lartësuar jehudit dhe krishterët në Kur'an i ka konsideruar qafira. Dhe Allahu i lartësuar ka përmendur që ata do shkojnë në zjarrin e xhehenemit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur diçka të tillë në hadith. Në hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se kushdo që dëgjon për mua, ky vet e ka fjalën për njerëzit tek të cilët është dërguar profeti sallallahu alaihi wasallam, pra mbar njerëzit. Kushdo që dëgjon për mua, qoftë jehudi apo krishter, dhe nuk më beson mua, ai do hyjë në zjarrin e xhehenemit. Pra kushdo që ka dëgjuar për profetin, qoftë edhe jehudi dhe krishter, dhe nuk i besojnë profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhen musliman, ata do përfundojnë zjarrin e xhehenemit. Nëse nëse jehudi dhe krishterët, nëse jo musliman, nuk kanë dëgjuar për profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu do t'i vëjë provë ditën e gjykimit. Apo nëse kanë dëgjuar për profetin tonë dhe nuk kanë besuar atij, ata do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Kështu që duhet patjetër të mohojmë gjithçka që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush nuk e mohon shirkun, nuk mohon idhujt, s'mund quhet musliman. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Fe yekfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa." Kush mohon taghutin, pra mohon gjithçka që adhurohet përveç Allahut, dhe i beson Allahut, ai është kapur për lidhje më të fortë. Lidhja më e fortë është fjala la ilaha illa Allah. Nuk mund të quhet një musliman pa mohimin e feve të tjera.
pa mohuar gjithçka që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Se ka njerëz që njerëz që nuk e njohin fen, apo njerëz që kanë interpretime të këqija, dhe s'mund ta pranojnë që qafirët do shkojnë zjarre e xhehenemit, se pastaj gjithë njerëzit do hyjnë në xhenet. Nuk e pranojnë që kafirat, që krishterët e çefut janë kafirat. Thonë ne adhurojmë Zotin, po edhe ata që adhurojnë tjetër përveç Zotit, ata rob Zotit janë dhe ata. Dhe ata do e fitojnë, dhe ata do i çojnë Zotin në xhenet edhe ata. Jo, s'është kështu. Kush ka këtë lloj besimi nuk është musliman. Musliman është ai që mohon gjithçka që adhurohet përveç Allahut. Dhe i quhen kafira ata që s'janë musliman. Mirë po në parim, se njërë thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ne e quhen musliman. Dhe nuk është kush që të verifikon nëse të verifikojnë. Nëse mohon tagutin apo jo, nëse mohon shirkun apo jo, nëse i ka quajtur kafirët apo jo. Po tha tjetri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sipas haditheve e quhen musliman. Por ne duhet i mësojmë njerëzit dhe duhet ta tregojmë këtë rregull që e përmenda pak më parë, që njerëzit shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit, do të bëhen banor xhenetit. Mos jetë pikë synimi jonë që të nxjerrim njerëzit nga feja. Po pikë synimi jonë është të mësojmë njerëzve fenë. Të mësojmë njerëzit që shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit dhe të bëhen banor xhenetit. Se llogari nuk do i marrim ne njerëzit. Po kur do i marrim llogari, krijuesi i tyre, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në këto hadithe, wa hisabuhum ala Allah taala. Dhe llogaria ata për çfarë fshehin, do t'japin tek Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu në Kur'an, fa inna ma alayka al-balaghu wa alayna al-hisab. Detyra jote o profet është të përcjellësh vërtetën njerëzve, ndërsa ne do t'i marrim llogari njerëzit. Sa njerëz Allahu na ruaj sillen me muslimanët. Sillen me muslimanët duke gjykuar për ta që janë kafirë apo janë kështu e janë ashtu, a thua se do t'i marrin vetë llogari? A thua se janë caktuar krijuesi i gjithësisë që të ndajnë njerëzit se kush do shkojnë në xhenet e kush do shkojnë në zjarrin e xhehenemit, kush ka zemër të pastër e kush nuk e ka zemër të pastër. Allahu na ruaj nga këto teprime dhe nga kjo frymë ekstreme. Elus Allahu subhanahu wa taala i vetë do bishme këto që në shpjegova. Allahu shumë me vetë mirë. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.